është një nga sportet më sfiduese, por edhe me adrenalinën më të pazakonshme. Gjuetia, një pasion që Xhevdeti filloi rastësisht e që tani ka kaluar mbi 2 dekada duke ndjekur shenjën e kafshëve dhe duke sfiduar natyrën. Gjuetin e ku fillu këtë rastësisht, nuk është që kom tash me u bën gjatar. Pa angazhimi i madh në punë dhe ditë mëdha në punë në një ditë fillova me dalë në natyrë, me shokë dhe takosha gjatar edhe e pas që është një sport interesant edhe kështu kom fillu. Prej vitit 2004 jam antar i rregull i shoqatës, prej 2007 jam kom në organ në shoqatës e kështu ka vazhdu. Sot Xhevdet Hajrullahu e kryeson shoqatën Agim Ramadani, e cila ka rreth 100 pasionant aktiv të gjuetisë në rajonin e Gjilanit. Shoqata themeluar prej vitit 2000, ka vazhdu aktivitetin ose shoqatë trashëgimtare, është prej shoqatave të para në Kosovë. Prej vitit 2017 unë jam kryetari i shoqatës. Vitin 2019 kemi marrë terrenin menaxhem, kemi të aprovuar planin 10 vjeçar, gjithashtu edhe planet 1 vjeçare vazhdimisht, sipas ligjit. Shoqata jonë ka rreth 100 antar aktiv, dërsa ka mbi 200 që janë antarë shoqatës. Aktiv që morin pjesë në teren, në gjueti, është rreth 100, ata ndrohen, dikush për shkaqe të punës ose të angazhime veta, nuk del, dikush është edhe jashtë, kemi edhe mërgjimtarë shumë antarë shoqatës. Por si funksionon gjuetia në Kosovë? Në çfarë ditë lejohet të rregullat që duhet ndjekur, tregon Xhevdeti, i cili tashmë është një mjeshtër që di çdo detaj për habitatin dhe zakonet e krijesave që ndjek. Gjuetia është shpillohet vetëm ditëve të diela, deri këtë vit. Tash në ka vendime që mund gjuetia edhe ditëve të festa, që festa zyrtare që janë. Përndryshe, shumica e antarëve ose 90%, mbi 90% janë njoftuar. Antarët e ri që janë, ata janë fillimisht 2 vjet janë praktikanta, edhe kanë kohë me përgatit. Një antar i ri për shembull del me një grup të vjetër, është praktikant quhet. Mandej ai nënshtrohet testeve që organizon federata për gjatari kualifikuar. Para vitit, deri në vitin 2006, në Kosovë i kanë organizu shoqatat, i kanë pas komisionet e veta dhe i kanë organizu, i kanë kualifiku gjatarët, për gjatari kualifikuar, ndërsa pas vitit 2006, po sidomos tash prej vitit 2020-2021, është me të madhe të certifiku edhe gjatarët e ri. Janë të njoftuar shumica e, për mos me thonë 100%, po 99% po edhe ata që s'janë kanë të njoftuar, në momentin që janë tarsohen shoqatën tonë apo shoqata tjera, njoftohen për rregullat edhe procedurat se çu duhet më bë gjatar i plot. E përveç armës, gjuetari duhet me vete të ketë edhe mjete të tjera. Disa prej gjatarëve ose disa prej grupeve duhet me i pasën, është mirë me pasë edhe një ndim të parë për shkak të ndimit ose të qenëve gjuetisë, ose të gjatarëve kolegëve të vetë që mundet më lëndu me rëshqit, jo prej armës zjarrit, po natyra e bën vetën e to. Këto janë atë ndime e parë është mirë me pas. Ndërsa për shkak të disa smundjeve që janë paraqit në vitin 2001-2002, për shembull marrëtaja e derrit, kemi udhëzime prej ministrisë edhe prej federatës, po që me i marrë pajiset që në donë, për marrjet mostrave të kafshëve të tegra, që ato që janë të rrezikume, për me i dërgu në laborator për analiza. Këto janë pajiset kryesore që do të, ndërsa pjesë tjera janë teknike ose përcjellëse që mirë. Çdo periudhë stinore përcakton edhe kafshët që gjuetarët kanë të drejtë t'i gjuajnë.
Domethënë nuk është në kohën e vjetër që është përdorur vetëm për sigurim të ushqimit. Tash gjyëtia është thos edhe gjuhët sipas kalendarit edhe sipas udhëzimit administrativ. Thanë udhëzimi administrativ i vitit 2008 i ndan periudhat edhe kohën se cilë kafsh në cilën periudhë kohore lejohet për me u gjuhë. Tash është për lepër, dhelpër, derë, e vazhdan tani mandej përfundan fund mujit me për lepër, vazhdan për derë, për dhelpër, kështu vazhdan. Domethënë gjyëtia varet sipas kalendarit edhe udhëzimit administrativ që është në fuqi. Mbi 20 vite përvoj në gjuajtje të kafshëve, natyrisht që nuk kaluan pas sfida në teren. Vështirësi nuk kemi pas, ndërsa kemi has në Hari, në afërsi 10 metra. Unë personalisht më ka ndodhur 2 herë, ndërsa grupës tonë, një kolegës tonë të grupës, ai ka ndodhur domethënë edhe më shumë, domethënë, edhe ka pas afërsi edhe 3-4 metra, po nuk është qenë agresiv, është tërheq edhe kemi vazhdu gjyëti normal. Edhe po është qenë pak sfiduese. Pak panika, po Ariu ka qenë i butë, edhe tash që kemi në kontrol, monitorim atë Ari, që tash që dimi edhe vendet se ka rrinë, shumë shpesh kemi edhe video që kemi bo në telefona, kuptohet jo profesional, po është mirë. Sot gjyëtia në Kosovë dallon në mas të madhe me mënyrën se si zhvillohej para 20 viteve. Para 20 viteve, domethënë gjyëtia është po në mënyrë shumë të rregullt. Edhe pa organizim, po shumë ilegale, është vjen bënda me jashtëzakonisht mëdha, ndërsa viteve të fundit është bërë vedisim. Ne kemi bërë një politikë, e antarët kryesisë edhe kemi caktuar të gjithë detyrat e tona që me bisedu me grupe gjatarëve edhe me punu për me rujt. Me rujt sa është e nevojshme, po edhe kur është koha. Sot është jashtëzakonisht mirë, ka gjatë edhe tima edhe trasha, ka gjatë mjaftueshëm, ka mirë në teren, ruhet shumë, pa rregullsi mojna me thonë që mundet mi ka minimalisht. Minimalisht, tereni është i kufizuar, ashtu që neve na bën që me edhe shumicën e grupeve gjatarëve nifum edhe kemi po përnyshje në organet, është komisioni disiplinor, janë organet që mirën me gjatarë të pa rregullt, ose dikush që e bën një vepër që nuk përputhet me rregullat e gjyëtisë, normalisht ai ftohet fillimisht në komision disiplinor, tani mbaret pe i rastit, a është e nevojshme mu procedu në gjykata ju. Bashkëpunim kemi me policinë, që ka shumë raste që dalim patrullim përbashkët, edhe me pylltarin kemi bashkëpunim, që kemi komunikim të rregull, domethënë, mundohemi me rujt atë sa mundemi, po besoj që është jashtëzakonisht mirë, që sot e shef është qetë, me konë ditë e djelë, besoj që këtë qëtësi se këshëm pasë.